Përshëndetje popull, emisioni i 54 në Breaking News, na me kong, hën e dan, ku janë Shqipet e mija e mora Maqedonin në tavolin, jo që si tavolina, po kësi tavolinat bisedimeve kësi sene, zakonisht, ja e kena hup ka një cop, ja na kanë marë, ja e kena shit për një 200-300.000 euro, ja të kanë thonë ata për shamëll mirë mrama, hajde të bisedojnë pak dishka se, për shamëll të japëm në që të pare, të regullon që është në tonë, e qërë fëminat, minjerë, miq pak dalë të thiri grunë, po morë që shjo, që të komtare vinë ma vonë, se historia e gati, jetë të edin. Ne e nesëm ku janë Shqipet e mija, e Shqipet tona, janë në materialet që do vinë vazhdim, ne nuk do merremi jeton me vrasjet që kanë ndodhur këtë javë, me uzurpimin e tokave, këto lajme në Breaking News nuk shkojnë, s'na interesant. Ne do merremi me vëlla, do merremi se shumë kesh sot me jetonin, nërna jeton në këtë ditë Ramazani, normal hoxhallarët japin përgjigjen e për rrjetet sociale dhe Pa kalu atë, mirë mrama shikus në Rum. Jeni me? Që tha edhe Fadili, jemi me emisionin më të shikuar në vend dhe mirë se po takohemi prap. Na gjithmonë bëjmë përpjekje mi zgjedh ato të cilat neve mund t'i përcjellim të ju nëpërmes preferencave tona, e që po besoj që shijet tona me shijet e juaja janë kogja kompatibile edhe shkojnë me këto që ne i përmbledhëm. Por që Fadili e nisi shumë bukur me këngën, këngë të bukura, qiftelie, sharki, a më ketë marrëveshjet i kem gentlemane edhe kur gjë nuk shkrujmë. Bile po që ditë na që e pas në qitë letër sot për para, se zakonisht edhe në për takime të rëndësishme, a ke po, ty i thonë që që shumë, po më të kime i cëp letër, që të jama i cëp letër se një që... A jo të hinë të kemë, thot, anë jama mu pakën e moj letër ati që duk në dhe, që kanë që shkanë dorë. Na e pas këmë harru këtu një material, po s'ka lidhje se ka të baj me Serbin, do më thonë që rritën, e këna harru materialin e Serbis, s'ka lidhje në parlamentin e Serbis. Po besoj që është atje të... Ja, nuk kanë heqë, se këna shtin heqë atë, po... Se këna shti Po, heqë, na po shkojna pe amelzojmë pak. Amelzojmë, hajde shkojnë. Hajde ta amelzojmë pak. Mos t'i dhëtoj me fillim, hajde. Se vap më ngrën hurma, sa më shumë në sëfyrë. Unë 2 paqeta i kam ngrën. Sa ke ngrën, 2 paketa hurma, da. Ne kemi thonë që është mirë dhe se vap më ngrën hurma në sëfyrë, po jo me të atë fikë të hongër urma. 2 paketa, po të kap diabeti, aman. Aman, se po të kap diabeti, pashtë. La. I që vlerim hoxën, po në i që vlerim këtë hoxën, dhe njeri ka hongër, nashta dhe e ka talë, po është rëndësishme me thonë që jo gjithçka që ka thuhet për shembull mundet me u marrë si ka lëp. Duhet në rutroni këti popullit. Po vëlloj, Jo, vi do të bjanë rogjatë pjesën ku jep signal që do të mi hongër 2 paqeta hungur me. Do më dhe gjatë sigur të lede, atë kur prishën, vi gjatë cojnë. Vi gjatë cojnë, ja. Ama ngo... Po, na vishë për vizualizojnë, a i hanë 2 kila hurme, vlerim edhe qazim, edhe sali, edhe jetë ra. Ja, thirëve. Dy paqeta me urme ku më hongër. Preve ka dalë që në punë thamë. Se unë paqeta. Unë keq. Edhe hoxha unë keq, ha? Po, vazhdojna. Agjerim të letë, ne jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit për gjithë besimtarët musliman. Ky Ramazan është pak ma i letë, ma i shkurt, dita është ma i shkurt, koha është e mirë. Kabul, zoti atyne që agjerojmë. Mos matë me kanor tonën që i njek hijeti. Dilin gji, dilin gjevi nërhijerën. Onë kërë që punojnë ndërtimtari i letë.
Ja, Mos matë me kanarë tonë. prit, ne nuk kemi, si me thonë, të informuar sa i përket rregullave dhe formave kush mundet, kush s'mundet, po feja islame është qa që mirë dhe qa që organizuar që lejon kategoritë të caktume, udhëtar, punëtor, të sëmuar, e dim, po mbi gjitha, publik i dashur shumë është personale puna e fesë dhe Ramazanit. Është ekskluzivisht ti me krijuesin tënd, edhe shka bani ju ti me ato, është çështje jote, janë ne veç i qojmë... Është lidhja jote personale. Personale, na veç i qojmë durt, aty mujna me thonë, amin, mirë është me agjeru edhe fetarisht, po edhe për shëndet, bëhet një pastrim i trupit, i mendjes, i zemrës, i krejt. Ne po kthehemi pak në ato muhabetet tona Kohët e vjetra. që i kena pak si me kungja të kohët e vjetra, dëmonë pak si me kungja. Ka qenë migjerom, besoj që generata Saleti e din, humoret e migjesram. E ka pas thonë një nod, një farë muhabetin dhe ndëgjojna, që po lidhet edhe me kohën e sotshme jeton edhe në shumë vende, jo veç këtu. Lidhet edhe në Maqani, lidhet edhe në Kosovë, Bosnë e Hercegovinë, në Ukrainë, në Amerikë. Nashta referencë, kur e kemi gjetë, se pëndojnë edhe me publiku në shumë e rëndësi, kur e kemi gjetë këtë material, na u ka lidhë pak edhe me rastin e funit në Kosovë, për shembull, 2 shqiptarë janë zonë duke punu për një... Për bijen sërbe. Për bijen sërbe, edhe që vërtet më pas thonë dikush para se më u zënë, edhe pse ata ende janë në fazën e hetimeve dhe nuk kemi vendim gjyqësor, por që prokuroria dyshon që ata kanë punu në bazë të disa audio inqizime, edhe kjo ka qenë ajo pik referenca jonë, pse e kemi marrë edhe nashta nuk është situata bashkë njëjtë, po lidhët pak, lidhët. E lidhëni, jo, hiç mos janë njëzë, ju jeni më të mirë të botë që dini me lidhë. Na qesëm tani, jo, Ju të lidhë me qysh doni. Ja bëni venin. Shumë i qëndëron të ngojnë. A shiro? Vëlloj në të pas të bëri shkau hapsin një 15 vjetë, ti pa del mas 3-4 vjetë, dhe vlat ti i shfajcit, ju mas lëpti mu bo bëja këta. Se shfajci thujnë, i shfajcit mjo ma i fërë se originali. Ti mos e, ti që i ki mizën ma zveshë, e diku na pa i thamë. Publik i dashur, ju e dini fjallën, kush e ka mizën marzveshi, çka do me thonë aja, migjerame, në djesë pasë më duket ka vdek. Po, ka vdek. Po, në djesë pasë, shpirtitina, tha kush e ka mizën marzveshi, leta kupton, tha, i shfajsit je, dhe kur t'jesh i shfajsit, tha ka njerë je maj mirë se originali. Edhe ka pak, më bënë shumë përshtypje një detaj, a më në blerem më në ilshuve që dhe një herë, me analizu pak levizjet e ftyre, se e më fantastike. Po, blerimi edhe njerë që shbajke? E livrit pak që i bjen atje, i bjen që këneja. Ta pas të bëri shkau hapsin një 15 vjetë, ti pa del mas 3-4 vjetë, dhe vlat ti i shfajcit. Ju mas lëpti mu bo bëjë. Sigur me dhonë një Sikur me tele, fatë. I shfajcit mjo ma i Kush e ka mizën mas kapuqit, blerimi që, hajde. Kush e ka mizën mas kapuqit, le ta kupton ti, shfajsit ti e tha, ta ka do Sërbi një 15 vjetë, tani të kalë shumë mas një 3 vjetë dhe kjo është e përgjithshme jeton, sepse bashkëpunëtorët gjithandej kanë bë dome, edhe jo vetëm të ne, po edhe në për botë, edhe në për luftat ndryshme, edhe në Ukrainë tash po bojnë. Po, normalisht. Domethënë ata që bashkëpunojnë edhe japin informacione. Shpion lind nuk bosh. Po, shpion lëku nuk ka veç të na, shpiona kanë të na. Është pak edhe trashigimina, ja? Po,
Mujna me thonë pak ashtë, si kur në përgjendme se njën të shpia. Mu babgjysh jam dhe ke qatë njënin sa kak bira këtu më zbeni lafe. Dhe më thonë që aty u këpur puna e këti më habeti. Lafe dhe sa kakit në shpe më si beni edhe njënë dhe ke e din fëmija shka ka shpia. E vërtet është. Kështu që na kadal po shkojna në jeton. Te materiali i radhës. Po du pak me diskutu këtë fenomenin për shembull gjeneratës 3 që s'pëtojnë me jetu bashkë. Jo, po s'pëtojnë me jetu me prind, aja dihet. Lëshu blerim, pastaj e diskë mire ki, s'me shku si kur kështu, mës me hi rotol. Lëshu blerim. Ose mu ose prind, pra. Do me thonë që... Kush? Ose mu ose prind. E nësa i kështë thonë zdu, pra. Okej, në të vazhdo me prind vetë. Të dhaj nësëm kishë dasht mu shumë, e kishë ndo menjen. A me prind, a me mu? I përcen të shkona? Po tepër. Zë shka. Ose mu ose prind, pra. Do me thonë që... Kush? Ose mu ose prind. E nësa i kështë thonë zdu, pra. Okej, në të vazhdo me prind vetë. Të dhaj nësëm kishë dasht mu shumë, e kishë ndo menjen. A me prind, a me mu? I përcen të shkona? Po tepër. Ose me mu, tha, ose me prind. Po kjo son regull, dhe kur gjon hyjtë son regull. Ja, hyjtë son regull, lem lërim se... Lem se edhe pse shkujën e ka njerë ko gjatham. Edhe pse shkujnë... Ata kalzoj një barcelit. Kalzoj një barcelit. Ama që atë kemik se s'mej pa kemik. Ha, orna. I shkon një plak, Fadil edhe... Adin në përnaja, kështu në oda sa në shojke shumë. Plëshke me goj. Shumë shojke. Edhe pithojnë djemë një ditë ta... Bob tha këtë pru. Tha, i ka shonë shumë në këta. Ma ta s'pa më i pa shonë. E kuptojnë ata, këtë e kuptojnë ata, po ti i ke bot dhe vjetë, tha, me shonë nuk është mirë. Tha, e qka po thoni ju me bo si pas juve? Tha, këqore, tha, na, po thojnë aty që kur di vjen me shonë, ofshoj. Ban, Edhe mirë shumë. Edhe erë një ditë tha, e fol pa lidhje, e këqër ka ata djemë të këqër ke këto, e këqër ka ata. Tha, ajo fshohët kësoj punë, tha bira në Nuk mëj me lovi që me një fshohë. Edhe kësaj, ajo fshohët e bjerë. Dhe ja mu, dhe ja prind. Qyshbe ja mu ja prind. Ma së ma i dhonë shumë. Po qyshbe ja mu ja prind. Sa qatë kemi kësa. Pa di me se në mjetë Që të ngroplan ta marë prind pa gjëmbe. Ta marë që të kemi këse gjujtë i vasë. A din sa herë prind për shemë, Jo mërë ki më i ka bërë vlu vetë. ka po i kresi si ka pas 10 euro në gjep me shku mja ble i laqet. Ki më bërë dhe Ja vetë mu prind. ja prind. Ki më bërë dhe vetë prind edhe pastaj kur të thëta ja A tjetë din jam... Ka sa drejtëson jam të herë i folë ka për qenë përmasi. sabohe me tyje, me temperaturë, me gripa, me ato e me to. Ja mu ja prind. Blerim. Allah që më sabër të ditë Ramazanit. Ramazanit. Që më sabër se zjef zhatë zë i punë, o zëtëri. Edhe unë pe të regoj kjo punë për bjen, ishin kon Kalablak djem, a i plak e rike nodë, krejt me të reqilaka, kushtet e mira. Edhe njoni për aty në djemve, pak si ma i vjetër, Sa glam sa leo të më kap kamera qëtu, a? jam mirë se dë t'jena në kodër, edhe Jo, ti në regulli e Zalio. Unë e vetë se në ma regulli e. ndërprejti, ma betin, fal. do mon, këmë thonë blerim du të me nda emisionin, do mon jetoni një ditë, unë një ditë, se s'ka në ndryshe. Dy atlarë me një budarë. Dë shqiptarë, kuj ke po bashkë të të bashkë. Ja. Tha, isha të e kalëzu shtu, si Kalablak, familje, sene, vene, kjo materiali që ke për para, po du me lidhë me këtë mabetit, hini njani për djeve për java dhe, o, bo, se kanë respektuar nëtë. Normal. Tha, hajde me babën, tha, te di, tha, na jena familje madhe e kështë sene, vene, në mojnë me ndodhë, shka mojnë me ndodhë, tha, ka dek Rahmani, për njani për djeve. Tha, vaj, që shke pak që shtejnë të që, tha. Ane ve djallë, tha, veç
Let levijis pak punë. Dash livrit Vizet kofa, mos trina. Se tash të bot në fare pome. Edhe për para i kanë majtë 3 mujt pa. 3 muja ju knaq. Jenë myk. Të u knaqet në momame. Jenë myk ai që ardhë në ditë parë për makia dhe ai u dik. Atë në pome, i parë që ardhë. Tani shku tuk, ka me pa ato. Po krejt vitin të enë. Edhe të najtë në Po rije. shkojna që tash momentalisht po këcejna në teto. Po shkojna te partneri jonë zyrtar Emel Karpet, që gjendet përballë shkollës Liria. Jetoni e ka sot radhën, me thonë 603. 603 të piha cilësor vetëm të Emelin Tetov, ose e bukurdur. Të piha cilësor vetëm të Emelin Tetov. Mëse zgatë më shumë. Përballë shkollës Liria, veç shkoni aty, i kontaktoni. Ja, dhe mos harani, Po, në rrjetet sociale, në Facebook dhe në TikTok, në Instagram. Jo shka e rëndësishme me thonë. Ashtë kompanije tonë, e cila vjen i mat edhe shkollët, për shembull dikush i ka 70-që, 70-që, dikush i ka shpinë e madhe. Dikush ja mod me kom, se bën vakia në entari familjes e ka komen nuve 60. Dikush i madhe. Emel, faleminderit që jemi ne, e ne vazhdojna me të zëras. Hajde të zëras të zëvë zemra. Hajde. Për 29 net Ramazanit, sa po thonë, i ka ky Ramazan, moj të zjaraz, ti e dinë që unë tash jem në emision, nuk moj mu lajmëru. Qysh s'po mësoni bre këtu regula? Hala. Nuk fjadar. Hajtë nëllë ma mikrofonin e ti lajmëruna. Moj të zjaraz. Jeton, për publikun mi kalëzu pak, njeri ka qenë në emision të zjaraz e ka thirë, edhe kur qysh ky nal ajo thirë, po, për i me kam, blerim, qazim, a jeni atë? A i ka 29 ditë, Po, e Ramazanit? vërtet është 29 ka. Pritu se ka interesant. E qysh është e ka kap hana, E ka kap. edhe tezën razë kish kap vokti i emisionit. Po ka mundësi që të zjaraz atër e ka marrë vesh, e ka dasht, djallit motrës mi ka lëzu që ky muj I ka 29 se tema. Po se tema është. Ka thot i ka lëzoj direkt. Edhe s'ja ka do. E parja, blerim ka dish me dha informacionin e parja. 30 ditë e Ramazanit, prej këti Ramazanit, po du ka mundru më ban 29 ditë. Ja, veç këtë rast është. S'ka lidhje, momenti që i ban 29, ka 29 ditë Ramazan. E, për një me e blerim. A duhet me ndru? Qysh m'ja ba marrë tash? 30 ditë Hej, ju që jeni të këqyrë në Facebook, në rrjetet sociale, banë share, banë koment, a duhet me ndru këtë kongën? 30 ditë me ban 29, barem që të kuën që të mujnë, barem me thash. Kur vjen dita... Që është ti jetë që jam të jetë? Në 2030, 2 Ramazana për një vjetë për blerimi. Hej, miq, kjo ka Interesant. lajmë interesant. 2 Ramazana? 2030-ën ve... Janar, dhjetor, a e kap, kështu. Interesant. E kap. Ramazana. Te zjaroz, mos e thirë njerin, edhe ju, mos e thirë një bejetonin se non-stop që tu në emision, këni e thirë. Nuk bo si te zjaroz. Si te zjaroz, vi që ky se ka qelë telefonin që gjabaj ke kështu, apëtin, mobilin njerëm kanë thirë. A të kujtohet që dole që thash për partijës, dishka. Po, e lujt i puna dhe që me të marrë. I puna, u do me dollë se partija, kur të gjitha, apëtin. Me që Rolofin dhe këtu përshkujnë e drejtë zgjedhjeve lokale, tash partija më në edhe... Edhe me të thirë. Edhe më të thirë, po... Politikan të dashur. Le, ma dhe s'pejim ka politika. Ja, po, kam e ka. Hajde, hajde. Unë e këmë thonë që marveshe gentlemane nuk funksionojnë kërkon përveç se me shku në Qenef, me talëshurenin për me hinë Qenef. Se të mirë kuptan njëre. Mirë kupton se të vrejnë ftyrë që jetë tu... Të mirë kuptojnë ta që janë të prit, jo a i mrena. Jo, këta që janë të prit, të vrejnë që ti gati jetë tu,
Që vëdet, se me që jena të politika. Prit se shumë e rëndësishme kja. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, 23 vjet ka qenë në pushtet, edhe nuk e ka regullu ligjin e gjumës se tash këtu të natë e din, ashtë në kushtetut, po dojnë mi hek dënene, zdënene, dhe a i tha, një dit, po ka shanë se ka blerimi edhe videon, po hajtë, nëse e gjenë lëshua, tha, nëse preket gjumës Shqipe, tha, në nuk marrë pjesë në zgjedhje lokale, tha, dhe edhe ju tjerë, tha, s'do keni kuti qitë një kutit e votimit. Ko që një farë deklarate me bresht. E serë. Pa me besht. Zoti Ali Ahmeti, edhe ju krejt që keni qenë për pozita. Ne kemi pas kohë që të regulojmë të punë, në mësme pas nevoj për kësi deklarata. Bota ka ndryshu, Trumpi ka ardhë, e ka nalë Dilberat. Shka ka mati të rësani jetën për një muj? Për një muj, ka nere kam për shtypjen që... Hajde vishti nëmrojmë, hajde, që, 1, 2. Aneksimi Grinlandës. 1. Kanali Meksikës, në qofë se zgabaj. Kështu thirët e ka bo kanali Amerikës. 2. I ka përcaktu 2 gjini. E ka bo 3. vajz djallë. I ka jek transgjinorët me marrë pjesë në garat të femra. I ka jek transgjinorët për ushtrisë. I ka jek transgjinorët për ushtrisë. Ka fillu negociatat në mes të Ukrajinës dhe Rusisë. 7. E ka qërtu Zelenskin. 8. Ka fillu me ndërmjetësu luftën në mes të Izraelit edhe Hamasit. 10. Hamasit mos më kapni për termin, sepse mes luftës e Izraelit edhe Palestinës që bëhet fjallë për ripin e Gazës. Sepse është temë shumë sensitive. Fondet e USAID-it. Fondet e USAID-it. Ka propozu me nalë transmitimin e zërit e Amerikës. Qka ka botë të tërsen? Pol, se pi bjen në një dit e gjysë si kryetari Shtetet Bashkurat Amerikës me prun ka një vendim. Po, Jack Smith, krye prokurorit të gjykatës speciale, ja ka marrë kartën e sigurisë. Ka në të sen këtë marrë. Ish sekretari shtetëror. Ja ka marrë kartën e sigurisë. E ka vonë non grata në Amerikë. Blinkenit ja ka ndalu qasjen e dokumentet zyrtare. A jeni të ndëgju ju që merrni me politikë këtu të na? Dhe kejtë në fund. A jeni të ndëgju? Kejtë në fund? Kejtë në fund. Amerika ose presidenti Trump e ka ndryshu të bërit loje në mes tyne, në mes kësoj zalamahije, për shkak që palë treta në dialog më nuk po pranën. Ka 2 palë. Në mënë, lere që e kalon në Ukrajinën jashtë, negociata në Arabinë Saudite, po e kalon jashtë edhe Evropën me 569 milion duke përjashtu Rusinët e. Mire jam ka mos se... Ma pol tret... Mire jam ka mos se shumë neglijenta janë. Ja, s'ka. Shumë neglijenta. Sa priti Kosova liberalizim vizam? 12 vjetë ka prit liberalizim vizam. Po ju! Për bes fadil të edin edhe audienca, sepse na jena pëtuj se një ven, zdi qka s'ju pat metë për në lypë, veç edhe një fatur frigiderit që kena pas ble në 2009, ku e kjetë faturën. Po, edhe mundësisht mësë me ka në Turqis, frigideri, na po shkojnë a jeton, se po hes dinamika, a janë të tjerë, të zja... Jo, të zja razë, unë e vizë shqyra orën për shkak. Të zja, thash me Zafirin... 25, shka po me vlerima, ka mundësi me vla. Jo, ve je ka i grava, la. Ja, la jeni të i grava orës për i me kam. Ja, qazat, a o qazat të? A e ka një satja ka ndru gjomin. Ajo është e vrejt. E ka vrejt, a e ka atë satën që i hecë kështu. Zale, aja, veç aja ishte ndurët në zatë. Qaza vrejt, qaza. Qazim. Për nësë këna mëri alo në gjysë, më jo, me qarë, në Shqipëri i vjedhin kjerët, në Maqoni ka pak i vjedhin,
a pas kon hita ideali që jaloshin Jo, po ai pes. Ai vici merke. Jo, po ai merke për tolle, ai merke për me i vedisu. Mësele. Mësele qelësin kërë. Okej. Qazim in the building. Po, la e din që ka tha Qazimi. Po do një me rritë që kush më rritë me emrin tem. Prej sodit na Qazimit kena mja lanë një emën tjetër edhe ma nuk e thëmë Blerim. Shkojna me Londrën pak që të... Shkojna me Londrën që të pak, shkojna me Londrën. Shnetje në një nga lagjet më simpatike mu në qendër të Londrës. Tashti, si na thonë ne miq, na thonë Shqipëria veni pasigurt. Është krevepër, Tashti, një pëqja im ban një nga ambasadorët tu, 10 metra mane ka ambasadër. O shofer, shikojni targën, shifeni targën e makinës. Edhe shikoj makinën unë, shifeni makinën si e ka me blokazh timoni. Ej, i them, qa bomo një që? Si ka mundësi mund qëndër të Londrës ti blokon timonin, edhe kjo është makina ambasadorës. Më thot, daj, 2 herë resht ma kanë grabit makinën mu për para syve. Imaginoni qëndra e Londrës. Shu që jemi veni më sigur në Europë. Respekt edhe mos flisni kur keq për venin tuj. Jo, na nuk po folëm për venin tonë, po veç po du me thonë një diqka që në Londër janë të njohtur shqiptarët për këtë të folë punë të mira, edhe garant edhe këto punën e vëllonave, timonave që kanë shtërëngu aty, nuk e kanë shtërëngu bashkë. Po të qunat e Londrës? Po qunat e Londrës janë aty, do mënë, qysh ashtë të na, gjysa Shqipnisa shku në Londër, do mënë, ose mire ka qosa, a kjere është i vjetë, e ka marrë ambasada kjerën e vjetë, pi Italisja kanë qitë tabelat. Do me këthy dy qysh. Tani do vim të një temë të cilën javën e kalume, besoj, jeton e hapëm si temë, që Presheva, në fakt, Lugina, duke përfshirë 3 lokacionet, gjitha ato lokacionet shqiptare ati ku janë me fshatra, me qytete, me krejt. Në kamet pak anash e diskutum që debati po mungon, ma herët ka qenë ma aktiv njerëzit në Kosovë, edhe në për studiot televizive, por edhe politika ka qenë shumë aktive duke tentuar që përmes Luginës do shta të merë, do një, na i thojna pazar ditor, vota sene vene, po ne kemi marrë një material të cilin e ka ba gazetari i mirë njohur, Marin Mema, për të mos i lënë anash Presheve njëton, do e shojmë se qka po ndodh atje, videoja e spjegon ma mirë. Blerim, shohë videon, ta ndëgjojna. Kjo është Sherife Oda, 78 vjeçaria shqiptare që banon në Medvej. Institucionet serbe e njohin si Sherife Hodović, pasi urdhri ishte që çdo mbiemër shqiptar në trevat autoktone të slavizohet. Ajo jeton me bashkëshortin, i cili është 83 vjeç, ndërsa fëmijët kanë emigruar në Zvicër e Kosovë. Të dy të moshuarit kanë zgjedhur mos të braktisin vendlindjen e të parëve. Por jeta është bërë shumë e vështirë për ta, që në momentin që Sherifja nuk mundi të marrë letër njoftimin e ri. Ajo u paraqit në stacionin policor brenda fateve, por përgjigja e serbëve ishte se adresa ishte pasifizuar dhe nuk mund të pajiset me dokumentin identifikues. Kjo ju ishte të drejtën për të pasur një mjet identifikimi, për të kujdesur për pasurinë e tyre, për të votuar, si dhe nuk mund të marrin sigurimet shoqërore e shëndetësore. Pra një skenar për të zhdukur shqiptarët. Kur jemi ro, jemi unë që aty, u dollë një burë për atyhit. Kemi prit që për nas rosin mrena. Mrena s'na seren. Edhe ka thonë, për qka i një orë, po se di guhën. Kalimi sa për lish në kortë, jo dha. Lish në kortën, edhe hinja i mrena. Pret, duhet të dira. Tha, nuk keni në sistem. Banesa e të moshuarve shqiptar ishte fshirë nga sistemi me një të rënd të lapsit. Pas këmbgulljes së tyre, me ndihmën e një shqiptari në stacionin e policisë, përmes pamjeve satelitore,
kanë arritur të demonstrojnë ekzistencën e shtëpisë ku jetojnë prej 57 vitesh. Edhe I këshërën në atë shpijat e mija për një, se jom që 57 vjetë e martu me që aty. Edhe I këshërën sa po. Me vështirësi kanë arritur të kryejnë procedurën për kthimin e adresës aktive. Tani ata janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi për të paktën 6 muaj, pasi në çdo rast mund të trokas në derë një grup kontrolli, I cili duhet I gjejë në shtëpi sherifen dhe bashkëshortin. Në të kundërt, ata mund t'i çregjistrojnë sërish. Beogradi tregon forcën me anë të policisë. Shpesh në shtëpitë e shqiptarëve shkojnë grupe mbi 5 efektiv policie për kontroll. Krye mëj në kanon me të 9 një notës. Sa hoti gjysë 9 notës. Sherife Oda është ende pa mjet identifikimi për shkak të pengesave që I sjell shteti serb. Ajo nuk mund të lëvizë të shkojë për të takuar fëmijët, nipat e mbesat. Situata është e njëjtë edhe për djemt, të cilët e kanë të pamundur që të hyjnë në Serbi, pasi adresat e tyre janë çregjistruar. Atë jemi nuk e ka asë pasëshin, asë nuk e më atretin, asë se ka njështë në kartën, a I vëgli, asë lijen të nej, asë lijen, s'kanë pasku me vazhdu e lijen. Pasivizimi I adresave sjell dhe pasoja shumë të rënda, sepse ata nuk do të kenë më letë njoftim, nuk do të kenë më pasaport, nuk do të kenë më identifikim. Nga njeriu I dukshëm kthehet në njeri të padukshëm. Kjo është vetëm një nga qindra mira historitë e shqiptarëve në 3 komunat e Luginës, Preshev, Bujanoce e Medvejq, të cilëve ju është çregjistruar adresa e vendbanimit. Një vendim që sjell pasoja të tjera, me qëllim final, spastrimin etnik. Metodet e moderuar atyre janë nga më të ndryshmet, pa I përdorur tytat e automatikut, pa përdorur autoblindat, pa përdorur tanksat, shqiptarët I bëjnë që ndihen pasigurt në tokat e tyre autoktone. Për një me, kjo është edhe e frikshme, edhe e dhemshme, po që shpjegimi ke shumë I qartë dhe shumë I sakt, menoj që as Kosova, e as Shqipnia, e as politikanët e Maqedonisë që vinë nga radhët e shqiptarëve, menoj që në asnjë rast edhe në asnjë rrethon nuk I kthejnë kokën andej me pakit situatë, edhe të kthehem te ajo që jo për t'i gjykuar të tjerët, sepse në qoftë se ti metesh duke prit ndihmën nga të tjerët, pësën si kur ne që shepam në këtë storje, por që është një vërtet e madhe që kjo është Evropa. Kjo është Evropa që ne gjendemi, po thëmë fatkeqësisht, në shtrirjen gjeografike të saj. Dhe me ardhin e Trumpit ju ka dëshmuar dhe ju ka treguar një send që burokracia edhe mos ndërhyrja në momentet të caktume për punët të cilat ty të presin, sepse kjo që po ndodhë shlyre adresa në Lugin, është ka ndodhë në zemër të Evropës. Dhe kërkush nuk e trajton këtë temë. Do më thonë, mu të cenuhe drejta jote në pronat tua shekullore. Qa kishë ndodhë me ba të njëjtën Kosova, për shembull, në Zubin Potok? Unë menoj që... Asë si shembull nuk duhet të mirët, se pavarësisht etnive, pavarësisht gjuhës, ose cilit kom ti I përket, aty ke lind, aty e rrit, aty është shtëpia jote, aty është vendi yt. Nuk ka fare rëndësi se si fleti. Edhe kjo është ajo që pikë pari, ne nuk bëjmë asgjë për veten tonë, edhe fatin tonë e lemi në duart e atyre
të cilët neve nuk na trajtojnë as për qeni. Dhe kjo është treguesi më i mirë për i Donald Trump që ka ardhur, edhe që ja ka tregu vendin europianëve sepse kështu dhe në këtë mënyrë as nuk tolerohet e as nuk lejohet. Deri mbrëmje në Egroplan se du me përsërit atë thonjën teme. Për krejt, punët, qysh i ki, edhe qysh i kem, se kur marrë shembull një, kjo nënkupton shumicë jeton, domethënë për krejt i ki fajet vetë, për politikën që zgjedh, për votën që e jep, për mundësin që e dikujna me utall me fatët të tona, fajet i kemi vetë. Vetë na i bëjmë. Pastaj vjen një situatë që po të jetoni, ku gjëja merr tjetër dimension dhe për ta kthyer në pikën ku ka qenë, është goxha problematike. Për ata politikanët e mi, e t'jujt, e ju të votues të dashur, kur i votoni, lexoni programet, shifni a ka ndonjë program, mos i hani forët e videove që dalin e urojnë një Ramazan, e urojnë një Bajram, nëse është kampanja afër zgjedhjet dhe i bjen Bajrami e Ramazani, shkojnë edhe falen në xhami ka 2-3 herë, ka 3-4 recate, edhe ma kurrë si shes sepse e marrin pozitën edhe lanat punë për në zgjedhjet e ardhshme. Ne dojna me lëshu Macron, sepse jetoni tha që pak bota është të lovit, nashta e banën pak serios. Blerim, sa minuta jem se shumë është të rëndësishme me ditë qëtash? Do lëshena Macron, i cili ka thonë që Evropa duhet të armatoset të rregullohet e kjo politikë globale, geopolitik, po është shumë e rëndësishme për publikun tonë me ndëgju, sepse pas kësajna, pastaj do e bëjna pak do e ndrojmë pak volumin. Po erdhëm ditë e Macron, pastaj shkojna ka fundi. Po, pa ditër. Shkojna me Macron dhe me politikën globale, të cilën do të tentojna ta shpjegojna shka të thonë. Jemi në një erë të re, thot presidenti francez, duke thënë se tashmë siguria ka mbritur në një pikë të paqartësisë. Ditën e nesërme kemi një takim me krerët e qeverive të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës për të marrë disa vendime. Gjërat cilat Franca ka vite që i sugjeron, siç është buxheti ushtarak, i cili duhet të jetë për të gjitha vendet. From European nations. We have been working so that we can better arm our military. Ne duhet të punojmë që të kemi një ushtri më të mirë dhe natyrisht që të industrializojmë rajonin ton. I referohet Macronit të gjitha vendeve si një paket. Ne të ditën e nesërme do të na duhet që të bisedojmë në këtë perspektivë. Sepse duhet të përballemi me të vërtetën. We need to ensure that European nations can properly defend and cooperate. Ne duhet të jemi të sigurt që vendet e Bashkimit Evropian janë të afta të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Dhe përmend të gjitha shtetet si Gjermania, Polonia, vendet baltike, pra dhe vende të tjera duhet të ndërmarrin aksione të cilat do të nisin që nga Franca, duke modernizuar ushtrin ton, por edhe të Europës. Dhe do të arrim në dyfishimin e buxhetit të armatimit. Jeton, ma kujtoj lajmin që ndëgjova sot, kryeministri jon ish dalë dhe koxha ish lavdu me një deklarat, Mickovski kam fjalën, kishte thonë do i punësojmë 300 ushtar profesionistë.
Për ime se 40 minuta i kemi, do më dhënë 40 minuta jemi. Vazhdo, veç të dish që 300 ushtarë dhe i punësojmë na. Shpejt, dhe i punësojmë një 300 si pas ushtarë. informatave jo mirë të konfirmume, dykon 50 dhe 60.000 ushtarë, Mbretëria e Bashkuar i ka lyp për ti rekrutu ose t'ju bashkan gjitën ushtrisë angleze. Dhe ju kanë bashkan gjitë? Vetëm 4.000. 4.000. Kjo është edhe e dëshmën situatën. Po që ato fjallë që i thamë për Luginën, jo pse lidhen edhe që zotin Macron interesën shumë për atë pjesë ose për pjesëra, apo ka ardhë e sapi, si shtuar në zhargonin popullor, cit mec. Më thonë, tash jenë pështet për muri, edhe më Trump ja u ka të regu venin, se a i kujdesu për sigurin e ti bë fiskultura, më nuk ka. 12 vjetë Kosova ka prit për mu bo liberalizimi viza. Eventualisht mu hapë negociatat për andarësim në bashkimin evropian, na e dim në Macedoni, jo duhet kjo, jo duhet ajo, jo duhet kjo, jo duhet ajo. Edhe kështu si përfundim, se cili usta Shokufadil vdes nga zanati i vetë. Po, shumë e rëndësishme se videoja vazhdo. Jo, s'ka problem. Videoja që vjen, Blerim, dhe më ndihma Kurt Rajn, është taj materiale atë ndihma Kurt Rajn, besoj që e ki materialin se për këpërcina një, po alëshohem ndihma Kurt Rajn se lidhet pikrisht me këto që ka e tha jetoni, dhe më nënë po menoj që Po. Që kja situata, dhe më kënena të asil, kënena të afronturën, të asil e të apështil, edhe sa do tjerë të izalute. Jo, veç kesh të provu me ledzu kur dikush duket si kur po të ndjeman, por në të vërtet nuk ben. Nuk e ben ato? Nuk e ben. Normal. Kur dikush ben si kur të po të ofrandim, por në fakt nuk të ofrandim. Që, teri që tasha konë qështu. Blerim, pasi që jene në fund të emisionit pak me ndreq këtë muhabetin ton edhe se ishim për ime, thash, a u banëm cënëna, bënëna, dhe ma banëm shumë, Po, fillimin e patëm, patëm, shënënat kongën pak, vish pak të him. Po, vje babi me macerate. Ja, me që të kongën tonë, shqipet, me selë shumë e video vizzonin. Po, vizzonin. Vizzonin, që ta e laksojnë pak se vallaj Blerim janë një tonë. Leje që tonë lup Blerim, lup lema, edhe shkojna me materialin emrat e fshatra. Ku jenë shqipet e mija, më atje ja fshin. Ja fshina adresën. Po, që shqipet e mija emrat e fshatrave interesant. Po, që? Hajde. Nikosisht, leje lup. Okej, s'munesh, okej, super. Lëshova materialin se na do i komentojna këto emrat. E këshin harun njave në... Vithkuqi. Kurvalesh. Moqibonda qa. Vithkuq. Bithuq. Peqen. Padesh. Padeshit. Mamush. Babush. Grupqin të na, ullqin. Ullqin edhe peqin edhe sëqin. Pe banë ashtu, pe banë kështu, shkona Blerim me marketing edhe krejmë të mbyllim emisionin. Publiki dashur, tani e tutje, këtu do e kemi një numër që ju mund t'i dërgoni videot, e kemi pas ma herët, po tash e kemi një numër tjetër të cilin do e shihni këtu poshtë të reklamuar për gjdo anomali, gjdo sens, gjdo gjë që ju menoni që mund tjetë pjesë e emisionit, ne erojmë konfidencën e juj, e kemi për detyrë edhe me ligje dhe me krejt, i dërgoni videot në WhatsApp ose Viber dhe do t'jem pjesë e emisionit, kurse për mas jetoni ka një gjithka me thonë për këto punë. Po, mos harani me u fut në portalin e alsat.mk dhe aty du të gjeni më të rejat e mundshme që ndodhin në vend dhe rajon dhe brenda të butoni atje video
I keni të gjitha video që prodhohen nga Alsat, aty mund të gjeni edhe emisionin tonë në Breaking News, edhe të gjitha Po mund emisionet të si gjeni edhe Energji, Energjin, emisionin e mëngjesit, emisionin e medicinës, pas ditës, intervista në 5, pa 5, po, emisioni gatimit, 200, intervista, lajmet, po mbëllë o Blerim! Notën e mirë krysh do sen! Hajde!